Plot gëzim shpirtëror dhe emocione u krye fronëzimi i hirësisë së tij mitropolitit të Korçës Anastas në Katedralen e Ngjalljes së Krishtit në Korçë. Në fjalën e tij të fronëzimit, mitropoliti i ri shpreu mirënjohje dhe nderim të thellë ndaj Perëndisë që dënjoi përmarrjen e përgjegjësisë baritore të mitropolisë së shenjtë të Korçës. Hirësia Anastasi tha se fronëzimi është një ngjarje rëndësishme, një gur i ri i vendosur në tempullin e gjallë të trupit të Krishtit. Çdo fronëzim nuk është kur një akt i thjesht njerëzor. Ai është ngjarje e kishës, një gur i ri i vendosur në tempullin e gjallë të trupit të Krishtit. Shën Johan Gojarti na ndërgjegjëson për peshën e madhe të shërbimit ton, kur kujton se mbi supet e episkopit rëndon bara e shpirtrave, përgjegjësi e shenjtë që e lidh ngushtësisht me kryqëzimin e dashurisë baritore. Ndërsa Shën Vasili i Madh pohon se peshkopi është goja e Krishtit kur mëson dhe dora e Krishtit kur shërben, duke i dhënë formë të dukshme fjalës dhe dashurisë hyjnore. Në dritën e këtyre mësimeve, peshkopi është thirrur të mbajë ndezur pishtarin e besimit, të mësoj të eturit për të vërtetën, të ngushëlloj të lënduarit dhe të udhëheq me frymë shërbese, duke u bërë shenjë gjallë e pranisë së Krishtit në mes të besimtarëve. Ai nuk është udhëheqës sipas logjikës së botës, por bari që jep jetën për delet e tij. Kjo është masa që do të udhëheqë çdo haptimin, të mos kërkoj lavdinë e kësaj bote, por lavdinë e Krishtit, të mos kërkoj të më shërbej, por të shërbej, të mos qëndroj mbi të tjerët, por në mes të tyre si njëri prej tyre. Për të gjitha këto në këtë moment zemra ime mbushet me përullësi, sepse e di se ky vend që po më besohet sot nuk është i imi, por i Zotit dhe i popullit të tij. Lavdëroj Trininë e Shenjtë, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, që në çdo kohë i ka dhënë jetësime, drejtim dhe kuptim. Nuk është e mundur për asnjë njeri të mbaj barën e episkopit pa hirin e Perëndisë. Pa të njeriu është i dobët. Me të dobësia shndërrohet në forcë, frika në guxim, kufizimi në mundësi, sepse hiri im në dobësi plotësohet, i thot Zoti Pavlit, dhe fjala e tij, kur jam i dobët, atëherë jam i fortë, është për mua jo thjesht një varg i shenjtë, por përvoja e gjallë e kësaj ore. Me emocion të veçantë, hirësia Anastasi falenderoi kryepiskopin Anastas që e ngriti kishën nga hiri i shkatërimit të ateizmit dhe fort lumturinë e tij kryepiskopin Joan për vazhdimin e kësaj vepre me vizion, dashuri dhe sakrificë. Me emocion të thellë, shpreh mirënjohjen time ndaj fort lumturisë së tij kryepiskopit Joan, të cilin Perëndia e zgjodhi për të qenë vazhduesi i veprës së paraardhësit të tij të ndjerë, ringritësi të madh të kishës së Shqipërisë, kryepiskopit të paharuar Anastas. Ai, themeluesi i një epoke të re për kishën tonë, e ngriti atë nga hiri i shkatërimit të ateizmit, me vizion, me vetmohim, me dashuri dhe me zell të pakufishëm, ndërtoi kishat, hapi shkolla, frymëzoi breza klerikësh dhe besimtarësh, krijoi shpresë dhe mbi të gjitha vendosi themelet e ringritjes kanonike të kishës sonë, duke e çuar drejt krijimit të sinodit të shenjtë, si shprehje e plotësisë së autoqefalisë së saj. Të gjithë ne jemi dëshmitar të sa më sipër përmenda. Ju nga të parët fort lumturi, dhe unë më i fundit ndër vëllezërit, i fundit deri në fund, dhe Perëndia më dënjësoi të përjetoj të fundit momente të jetës së tij tokësore. Ajo përvojë dhe këshillat e tij të vyera do të mbeten të pashlyera në shpirtin tim. Sot fort lumturi, ju e vijoni këtë vepër me vizion, me dashuri dhe me sakrificë për kishën. Ju siguroj se do të jem bashkëpunëtor dhe kirineas në këtë vepër, duke mbajtur sa të mundem kryqin e kishës sonë. Dhe besoj se jo vetëm unë, por edhe të gjithë vëllezërit peshkop të pranishëm këtu, që së bashku përbëjmë sinodin e shenjtë të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, të cilët me respekt, përullësi dhe dashuri, gjithashtu i falenderoj për besimin e shprehur ndaj meje dhe propozimit tuaj nëpërmjet votës së tyre të çmuar. Kemi të njëjtin qëllim, të bashkëpunojmë,
të bashkëveprojmë dhe të mbajmë së bashku kryqin e Krishtit, që kisha jonë të ndriçojë gjithmonë si dritë e së vërtetës dhe e shpresës. E vijoni veprën e paraardhësit tuaj, pasi shkëlqyet në drejtimin për më shumë se 27 vjet të kësaj mitropolie të shenjtë. U përkushtuat, u sakrifikuat dhe u bët ati dashur për besimtarët klerik e laik, dhe u bët mik dhe një person i dashur edhe për të gjithë popullin. E dorëzoni këtë mitropoli sot, të lartësuar, të stolisur, të bashkuar, një grigje, një bari. Kjo është arritja më e madhe, që të jenë një, si kundër ne jemi një. Mitropoliti i ri ju referua gjërësisht trashëgimisë historike dhe shpirtërore të Korçës, duke theksuar se Korça është quajtur shpesh qyteti i dritës dhe i kulturës. Mitropolia e shenjtë e Korçës ka një vend të nderuar në historinë e kishës sonë. Korça është e quajtur shpesh qyteti i dritës dhe kulturës. Këtu u hapën shkolla, këtu u formuan breza të tërë intelektualësh, këtu u lidh kultura me besimin dhe arsimi me shpirtin. Kishat e saj, manastiret e saj, ikonat dhe këngët e saj flasin edhe sot për një trashëgimi të pasur shpirtërore. Ky vend dha martirë si Shën Jakovi dhe Shën Nikodimi, që i dhanë kurajo dhe shembull popullit gjatë periudhës së pushtimit osman. Dha njerëz të thjeshtë që e mbajtën gjallë besën, dha burra dhe gra që nuk ju nënshtruan errësirës së ateizmit. Dhe kjo është lavdia e tij më e madhe, jo ndërtesat e mëdha, jo emrat e famshëm, por shpirtrat e heshtur që ruajtën zjarrin e besës, kur të gjitha dritat e tjera pushuan. Ai deklaroi se ka ardhur në krye të mitropolisë së Korçës për të shkruar një kapitull të ri në librin e gjatë të besimit dhe të dashurisë që kjo mitropoli ka shkruar ndër shekuj. E rrugës për këtu, rrugë të cilën e përshkrova pa e ditur për ku Perëndia më kishte nisur, jetova me 2 kryepiskopët e kishës sonë, të madhin Anastasin e Shqipërisë dhe të urtin im Zot Joanin. Pra mos më prisni si të huaj, por si të njohur në Krishtin dhe në këta etër të shenjtë që përmenda. Nuk jam këtu për të filluar nga e para, por për të vazhduar një histori që ka rënë të thella. Jam këtu për të shkruar një kapitull të ri në librin e gjatë të besimit dhe të dashurisë, që kjo mitropoli ka shkruar në shekuj. Sot sfidat janë të tjera. Nuk kemi përndjekje të hapura, por forma të fshehta të tyre. Shpërthillje, relativizëm, materializëm. Njeriu shpesh është i humbur mes shumë zërash dhe mes shumë tundimesh. Të rinj të shpesh nuk gjejnë kuptim në jetën e përditshme. Këtu hyn misioni i kishës, të jetë dritë dhe të jetë rrugë. Detyra jonë nuk është të dënojmë, por të ndriçojmë, jo të përjashtojmë, por të përqafojmë, jo të gjykojmë, por të udhëheqim. Kisha duhet të jetë si një spital shpirtëror ku të gjithë gjejnë shërim, si një shtëpi ku të gjithë të gjejnë ngrohtësi dhe si një shkollë ku të gjithë të mësojnë të vërtetën. Popull besëmir dhe i dashur i mitropolisë së Korçës, ju siguroj se nuk vi mes jush si i huaj, por si vëlla. Dëshira ime është që bashkë të njihemi më thellë. Kjo njohje nuk është një kuriozitet njerëzor, ajo është një thirrje shpirtërore që kthehet në marrëdhënie, marrëdhënie që kthehet në bashkëtesë dhe bashkëtesa në përjetim të Krishtit. Duke ju drejtuar besimtarëve të zonës, mitropoliti Anastas u zotua se kisha është shtëpia e tyre. Kisha është shtëpia juaj, vendi ku të gjithë mund të rritemi në dashuri, në besim dhe në shpresë. Le të ndërtojmë së bashku një komunitet që ka Krishtin në qendër, sepse vetëm në të gjejmë kuptimin e jetës dhe lumturinë e vërtetë. Dua të nderoj sot me respekt autoritetet e vendit dhe çdo shërbyes publik që mban mbi supe përgjegjësinë e rëndë për të mirën e përbashkët. Kisha dhe pushteti toksor nuk janë kundërshtar, por janë 2 shërbesa që megjithse të ndryshme në natyrë, i shërbejnë të njëjtit popull, secili prej tyre ka rolin e vet. Shteti është thirrur të ruajë drejtësinë, paqen dhe rendin e shoqërisë.
të krijoj kushtet që çdo qytetar të jetojë me dinjitet dhe siguri. Kisha është thirrur të udhëheqë shpirtin drejt së vërtetës, të mbush jetën me kuptim dhe të ushqejë dashurinë që vjen nga Krishti. Kisha nuk kërkon pushtet tokësor, sepse fuqia e saj buron nga kryqi i Krishtit dhe nga ungjilli që ringjall zemrat. Nuk kërkon pasuri, sepse thesari i saj është dashuria e Zotit që nuk mbaron kurrë. Ajo është thirrur të dëshmojë të vërtetën, të japë shpresë dhe të kujdeset për shpirtin e njeriu. Dhe kur këto dy forca bashkëpunojnë, populli gjen jo vetëm paqen e jashtme, por edhe qetësinë e brendshme. Irësi Anastasi u zgjodh unanimisht mitropoliti Korçës nga Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në 16 shtator. Deri në zgjedhjen e tij, Irësia shërbente si episkop i Krujës dhe nga 3 dhjetori i vitit të kaluar si protosingjel i kryepiskopatës së Tiranës dhe Durrësit. Fronëzimi i mitropolitit Anastas shënon një epokë të re për mitropolinë historike të Korçës, me shpresën e vazhdimit dhe forcimit të veprës së rilindjes shpirtërore.